Hiqni dhjamin ëmbëlqi. 3. Ushqimet natyrale. Sëmundja e heshtur që po prek miliona njerëzyrje. Kur mëlçia mbushet me dhjam dhe trupi hesht. Dhjami në mëlçi nuk dhemb, nuk bërtet, nuk të paralajmëron. Dhe pikërisht për këtë arsye është kaq i rrezikshëm. Miliona njerëz sot ecin, punojnë, flen dhe jetojnë me një mëlçi që po mbytet gradualisht nga dhjami, pa e ditur fare. Analizat dalin pak jashtë normales, lodhja shtohet, barku fryhet, energjia bie, dhe askush nuk e lidh menjëherë me mëlçin. E vërteta është kjo. Mëlçia është filtri kryesor i trupit. Kur ajo mbushet me dhjam, çdo sistem tjetër fillon të dështojë ngadalë. Por ka një lajm të mirë. Mëlçia është organi që rigjenerohet më shpejt në trup, dhe me ushqimet e duhura, ajo mund të pastrohet, shërohet dhe të rikthehet në funksion normal, natyralisht. Në këtë seri do të zbulojmë 3 ushqime natyrale, të provuara nga shkenca dhe përvoja popullore, që ndihmojnë realisht në heqjen e dhjamit nga mëlçia. Por para se t'i zbulojmë, duhet të kuptojmë nga armikun. Çfarë është dhjami në mëlçi? Steatoza hepatike. Dhjami në mëlçi ndodh kur më shumë se 5-10 i e peshës së mëlçisë përbëhet nga yndyrë. Kjo gjendje njihet si steatozë hepatike. Mëlçi e dhjamosur. Fatty liver. Ekzistojnë 2 forma kryesore. 1. Mëlçi e dhjamosur jo alkoolike, NAFL. Forma më e përhapur sot. Shkaktohet nga ushqim i përpunuar, sheqer i tepërt, miell i bardhë, pije të ëmbla, sedentarizëm. Edhe njerëz që nuk pinë alkool fare mund ta kenë këtë problem. 2. Mëlçi e dhjamosur alkoolike. Shkaktohet nga konsumi i shpesht i alkoolit, pije të forta, birë në sasi të mëdha. Të dyja format janë të rrezikshme nëse nuk trajtohen. Shenjat që tregojnë se ke dhjam në mëlçi. Shumë njerëz i injorojnë këto shenja sepse duken të zakonshme. Lodhje e vazhdueshme, fryrje barku, ndjesi rëndese pas ushqimit, dhimbje e lehtë në anën e djathtë poshtë brinjëve, humbje përqendrimi, shtim peshe në bark, kolesterol i lartë, sheqer i lartë në gjak, në fazat e avancuara, inflamacion i mëlçisë, fibroz, ciroz, dështim i mëlçisë. Prandaj ndërhyrja e hershme është jetike. Pse ushqimi është çelësi i shërimit të mëlçisë? Mëlçia përpunon gjithçka që ha, filtron toksinat, rregullon yndyrnat, kontrollon sheqerin në gjak, prodhon bil për tretjen. Kur e ushen gabim, ajo grumbullon dhjam. Kur e ushen drejt, ajo e djeg dhjamin vet. Nuk ka ilaç magjik më të fortë se ushqimi i duhur. Dhe tani vim te thelbi i këtij artikulli. 3 ushqimet natyrale. Ndihmojnë heqjen e dhjamit mëlçia. Në këtë seri do të analizojmë në thellësi. Ushqimi i parë pastron mëlçin dhe ul dhjamin. Ushqimi i dytë rigjeneron qelizat hepatike. Ushqimi i tretë ul inflamacionin dhe ndalon dëmtimin. Por sot, në këtë pjesë të parë, do të fokusohemi vetëm te ushqimi i parë. Ushqimi e rënjë. Limoni, pasëtuesi natyral i mëlçisë, se limoni është armiku e rënjë i dhjamit në mëlçi. Limoni është një nga ushqimet më të nënvlerësuara, por më të fuqishme për shëndetin e mëlçisë. Ai aktivizon enzimat e mëlçisë, ndihmon djegjen e yndyrës, përmirëson prodhimin e bilës, nxjerr toksinat jashtë trupit. Studime të shumta tregojnë se acid citrik dhe flavonoidet në limon ndihmojnë drejtpërdrejt në uljen e dhjamit hepatik. Si ta përdorësh limonin për pastrimin e mëlçisë? Mënyra më efektive. 1 gotë ujë të vakët. Lëngu i një limoni të freskët. Pije çdo mëngjes esëll. Kjo zgjon mëlçin, aktivizon metabolizmin, fillon procesin e pastrimit. Për rezultate më të forta, shto pak xhenxhefil ose shafran indie. Pije për 30 ditë rresht. Çfarë ndodh në trup pas 2-4 javësh? Shumë njerëz raportojnë ulje të fryrjes, më shumë energji, tretje më të mirë, analiza më të mira të mëlçisë, humbje dhjami në bark, mëlçia fillon të marrë frymë sërish. Kush duhet të ketë kujdes? Persona me stomak shumë të ndjeshëm. Aciditet ekstrem. Në këto raste, holloni më shumë limonin ose këshillohuni me mjekun. Çfarë vjen në pjesën 2? Në pjesën 2 do të zbulojmë ushqimin e dytë natyral që
Rigjeneron qelizat e mëlçisë. Ul inflamat. Përmirëson analizat e gjakut. Është përdorur që nga lashtësia për shërim. Ushqimi që rigjeneron mëlçin dhe e kthen në jetëhyrje. Kur mëlçia fillon të shërohet nga brenda. Në pjesën e parë, pam se si limoni ndihmon në pastrimin dhe aktivizimin e mëlçisë, por pas pastrimit vjen faza më e rëndësishme. Mëlçia nuk ka nevojë vetëm të pastrohet nga dhjami, ajo ka nevojë të ndërtojë qeliza të reja, të forta dhe funksionale. Dhe këtu hyn në lojë ushqimi i dytë natyral, një dhuratë e vjetër e natyrës, e përdorur prej shekush në mjekësinë popullore dhe të mbështetur sot nga shkenca moderne. Ushqimi R2. Hudra rigjeneruesi i fuqishëm i mëlçisë. Hudra nuk është thjesht një erëz, është një ilaç natyral, i pasur me përbërës aktiv që ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e mëlçisë. Pse hudra është kaq e fuqishme për mëlçin? Hudra përmban selenium, antioksidant të fortë. Këta përbërës aktivizojnë enzimat detoksifikuese të mëlçisë, ndihmojnë në djegjen e dhjamit të grumbulluar, ulin inflamator, parandalojnë dëmtimin e qelizave hepatike. Studimet tregojnë se konsumimi i rregullt i hudrës ndihmon në uljen e yndyrës hepatike, edhe pa humbje të madhe peshe. Si vepron hudra kundër dhjamit në mëlçi? 1. Djeg dhjamin e brendshëm. Hudra aktivizon enzimat që ndihmojnë mëlçin të përpunojë më mirë yndyrnat. Mos i depozitoj ato në qeliza. 2. Rigjeneron qelizat e dëmtuara. Fal seleniumit, hudra mbron qelizat nga oksidimi. Ndihmon krijimin e qelizave të reja. 3. Ul inflamacionin kronik. Inflamacioni është shkaku kryesor që steatoza kthehet në sëmundje serioze. Hudra vepron si anti-inflamator natyral. Si ta përdorësh hudrën për shërimin e mëlçisë, mënyra më efektive. 1. 2 thelpinj hudër të freskët. Shtypen dhe lihen 5-10 minuta. Konsumohen esëll me pak ujë. Kjo mënyrë ruan maksimalisht allicinën. Alternativ për ata që nuk e durojnë hudrën esëll. Shto hudër të freskët në sallata. Përdore në gatime, por mos e digj. Konsumoje çdo ditë në sasi të vogla. Çfarë ndodh në trup pas 3-6 javësh? Shumë persona vërejnë. Ulje të analizave LH dhe ST. Përmirësim të kolesterolit. Reduktim të fryrjes. Më shumë energji. Ulje dhjami në bark dhe mëlçi. Mëlçia fillon të riparojë vetveten. Gabime të zakonshme që e neutralizojnë efektin e hudrës. Hudra e gatuar tepër. Hudra pluhur industrial. Kapsula pa cilësi. Konsum sporadik, jo i rregull. Qelësi është rregullsia, jo sasia e madhe. Kush duhet të ketë kujdes? Persona me stomak shumë të ndjeshëm. Ata që marrin hollues gjaku. Ulqer aktive. Në këto raste, përdor hudrën me ushqim dhe në sasi më të vogla. Lidhja mes ushqimit 1 dhe ushqimit 2. Limoni pastron. Hudra rigjeneron. Këto dy ushqime së bashku krijojnë pastrim, ndërtim, detoks, riparim, ulje dhjami, shërim qelizor. Por ende mungon një element thelbësor. Çfarë vjen në pjesën 3? Në pjesën 3 do të zbulojmë ushqimin e tretë natyral që ul dhjamin në mënyrë të drejtpërdrejtë. Qetëson inflamacionin. Mbron mëlçin nga ciroza. Konsiderohet mburoja e mëlçisë. Shafrani indis, kurkuma, mbrojtësi i mëlçisë. Shafrani indis nuk është thjesht një erëz ngjyrë ari, është një nga anti-inflamatorët natyral më të fuqishëm në botë. Përbërësi kryesor i tij quhet kurkumin, substancë që vepron drejt për drejt mbi qelizat e mëlçisë. Se kurkuma është thelbësore për heqjen e dhjamit në mëlçi. Kurkuma ul akumulimin e yndyrës në mëlçi. Aktivizon enzimat që djegin dhjamin. Parandalon fibrozën dhe cirozën. Mbron qelizat hepatike nga oksidimi. Studimet tregojnë se kurkumina ndihmon në uljen e steatozës hepatike, jo alkolike, edhe te persona me rezistencë ndaj insulinës. Si vepron kurkuma në trup? 1. Ndalon inflamacionin kronik. Inflamacioni është zjarri i heshtur që dëmton mëlçin. Kurkuma e shuan këtë zjarr nga rënjet. 2. Djeg dhjamin e depozituar. Ajo ndihmon trupin të mos depozitoj yndyrë në mëlçi, të përdor dhjamin si energji. 3. Mbron nga dëmtimi afagjat. Kurkuma vepron si
Mburoj kundër cirozës. Mbrojtje nga radikalet e lira. Si ta përdorësh shafranin e indis për mëlçin, mënyra më efektive, recetë e artë. 1 gotë qumësht ose ujë të ngrohtë. Lug çaj i shafran indie. 1 maj piper i zi. Pije 1 herë në ditë, idealisht në mbrëmje. Pse piper i zi? Ai rrit përthithjen e kurkuminës deri në 2000 i. Alternativë ditore. Shto shafran indie në supa. Në orizë. Në perime të gatuara lehtë. Çfarë ndodh pas 4-8 javësh përdorimi? Shumë njerëz raportojnë ulje të ndjeshme të dhjamit në mëlçi, në eko. Analiza më të mira të gjakut. Më pak lodhje. Tretje më të mirë. Reduktim inflamacioni në gjithë trupin. Mëlçia jo vetëm pastrohet, por mbrohet. Gabime që duhet i shmangësh. Kurkum pa piper të zi. Sasi shumë të mëdha. Produkte të përpunuara pa cilësi. Përdorim i pa rregullt. Doza e vogël, por e përditshme, është qelësi. Kush duhet të ketë kujdes? Persona me gur në tëmth. Ata që marrin hollues gjaku. Gra 7 zëna, këshillim mjekësor. Si funksionojnë së bashku 3 ushimet? Limoni pastron. Hudra rigjeneron. Kurkuma mbron në djeg dhjamin. Kjo treshe krijon një cikël natyral shërimi për mëlçin. Çfarë vjen më pas?